Në kushtet ku shumë qytetarë përballen me mosmarrveshje të natyrave të ndryshme që shpesh përfundojnë në dyert e gjykatave, Qendra e Ndihmës Juridike Parsorë në Gjirokastër ofron këtë shërbim falas për qytetarët, ku nga janari deri tani janë asistuar 352 raste për çështje të ndryshme, si zgjidhje martesash, probleme pronësie e të tjerë. Shërbimi të ndihmës juridike parësore për gjatë periudhës janar-dhjetor të 2025 ka trajtuar 352 raste, rastet vinë në rritje. Kërkesat janë të ndryshme, po më së shumti kanë qenë çështjet e pronësisë, por nuk kanë munguar edhe kërkesat nga viktimat e dhunës në familje. Kemi asistuar qytetarë në zgjidhjen e martesës, kemi dhënë një avokat falas, të mbuluara nga buxheti i shtetit, nga ligji për ndihmën juridike të garantuar nga shteti. Përveç se ofrojmë avokatin falas, ofrojmë këshillimin ligjor, dhënien e informacionit, pra procedurën që duhet të ndjekë një qytetar që kërkon urdhër mbrojtje apo urdhër të menjëhershëm mbrojtjes. I asistojmë qytetarët në përpilimin e kërkesës, në përfaqësim pranë institucioneve të administratës publike, i ndihmojmë në çështje të ndryshme që ata mund të kenë, si në marrjen e urdhrave të mbrojtjes, ashtu edhe në kërkesa të tjera apo procedurat që mund të kenë qytetarët. Shërbimin nga kjo qendër e përfitojnë të gjithë qytetarët që janë në vështirësi ekonomike, personat e dhunës, të diskriminuarit e të tjerë. Përfitojnë të gjithë qytetarët të cilët janë në pamundësi ekonomike, si dhe kategoria e veçantë e ligjit, siç janë viktimat e dhunës në familje, të miturit në konflikt me ligjin, personat të cilët përfitojnë nga skemat e mbrojtjes sociale, siç janë ata që trajtohen me ndihmë ekonomike apo janë rezidencë të shtëpia të moshuarve, personat të cilët përfitojnë nga pagesa për aftësinë e kufizuar, ata që janë të diskriminuar. Gjithashtu kemi bashkëpunim shumë të mirë me dhomë kombëtare të ndërmjetësve, në rast se qytetarët kërkojnë të trajtojnë çështjet me ndërmjetësim, mund të zgjedhin këtë procedurë për më të lehtë pa u drejtuar në gjykat. Qendra e Ndihmës Juridike Parësore në Gjirokastër mbetet një derë e hapur për të gjithë ata që kërkojnë një rrugë të thjeshtë e pa shpenzime për të zgjidhur problemet e tyre.